Dje në periudhën nga ora 10 deri në orën 18, zyrtar nga sektori për punë të brendshme Tetov në koordinim dhe bashkëpunim me përfaqësues nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, përfaqësues nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe zyrtar nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim kanë kryer kontroll në 2 objekte hotelerike në Tetov. Gjatë kontrollit në një objekt hotelerik janë konstatuar një sër parregullësish, për të cilat do të merren masa nga Inspektorati Shtetëror i Tregut dhe Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim. Mbrëm rreth orës 18 në sektorin për punë të brendshme Tetov, 36 vjeçari BI nga fshati Radush ka raportuar se rreth orës 17 në lagjen Drenovec në Tetov është sulmuar fizikisht nga personat LB dhe ZP1. Me që rast, njëri prej tyre ka nxjerrë një thik, por nuk e ka përdorur, po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit. Dje rreth orës 9:35 në një sitim policor Kamjan është raportuar një zjarr në shtëpinë e personit MI 40 vjeç nga fshati Bogovin e Tetovës. Nuk ka pasur persona të lënduar, ndërsa zjarri është shuar nga ekipi i njësitit territorial të zjarfikësve Tetov. Inspektimin në vendin e ngjarjes e ka kryer ekipi nga SPB Tetov. Gjatë ditës së djeshme është kryer kontrolli intensifikuar i automjeteve dhe drejtuesve të mjeteve në zonën e SPB Tetov. Gjatë kontrollit janë zbuluar dhe sankcionuar 72 drejtues mjetesh, 45 në Tetov dhe 27 në Gostivar për parkim të gabuar dhe të paligjshëm, nga të cilët 31, 19 në Tetov dhe 12 në Gostivar janë marrë me mjetin special me rimang. Gjithashtu janë sankcionuar edhe 69 lloje të tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, 35 në Tetov, 34 në Gostivar. Sektori i punëve të brendshme të Tetovës apelon deri tek 5 marsit në komunikacion që të respektojnë rregulloret e komunikacionit, të përshtasin shpejtësinë sipas kushteve të rrugës, ta përshtasin atë sipas kufizimeve të sigurisë, të parapara me ligjet dhe tabelat, të parkojnë automjetet vetëm në zonat e caktuara të trafikut dhe në këtë mënyrë të përcjellin sa më shumë shenjat e komunikacionit dhe qarkullimi normal.